Selam aleikum të nderuara. Unë veç për ju njoftoj pak diçka, se normal nuk e hapi këtë takim. Vetëm për ju lutem për pak qetësi dhe vëmendje, edhe inshallah do e hapim si që në ralla më smiri me Kur'an nga e minja. Kështu që ja fjalën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له
Assalamu alaikum të dashura motra. Është kënaqësi që të jemi sot këtu pranë jush. Fillimisht i falenderoj të gjithave që e keni ndarë kohën që të jeni sot bashkë me ne. Është vërtet kënaqësi. Fillimisht, normalisht falenderimi i takon Allahut që na ka bashku përmes një radio kaq të veçantë, e që sebeb është padyshim drejtori i radios, Fevzi Hasani, dhe i gjithë stafi i tij. Allahu i shpërblet me të mira. Allahu e shpërblet Lulën po ashtu, që me të vërtet ka bërë emisione shumë të veçanta. Po ashtu e shpërblet Allahu edhe Imranën, që edhe pse së fundmi, por na ka kënaqur me zërin e saj. Pastaj Allahu e shpërblet Kumën, Valmirën, Eminën, e cila na këndoi Kur'an edhe na treskoi. Me të vërtet është kënaqësi që të kesh për rreth motra kaq të mira. Allahu ju dash të gjithave e ju shpërbleft që e keni ndarë kohën. Unë nuk dua ta zgjas, veç dua që t'ju them që ta shijoni momentin e fjalën ja japi Lulës, moderatorës më të mirë, e kjo le të folë. Ju përshtatoj të gjithave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Për gjitha ju motra të nderuara, si fillim po du me ju thonë që pak që nga siklet një drejtu në këtë formë. Kështu që të bë faleminderit se kështu pak më ndrillet zëri, se në radio kry drejtohem është pak ma lehtë, se nuk ju shoh. Edhe pse e di që jeni gjithmonë me ne. Po ashtu në grupin e motrave të Radio Televizionit Pendimi, sa herë që ju drejtohem, atë shkruaj zakonisht, edhe aty shumë lehtë e kam. Kështu që sot pak që i ka më vështirë, po gjithsesi kënaqësi tepër veçantë. Një moment, një ditë që po besoj kemi pritur gjitha me padurim, sepse jemi nga vende të ndryshme, por na ka taku, na ka bashku Radio Televizionit Pendimi. Sigurisht edhe si Adelina një falënderim të veçantë për drejtorin dhe familjen e tij, Allah e shpërblet. Po ashtu për secilin nga ju, Allah e shpërblet për çdo hap, për çdo metër, kilometër që e keni vënë për të ardhur deri këtu. Keni ardhur nga vende të ndryshme, domethënë qytetet e Kosovës, por na kanë ndërtuar historinë e tyre edhe motra nga Shkupi, një falënderim të veçantë. Sigurisht për ne Kosovë ka qenë pak më e lehtë me ardh, po këtu kanë marrë rrugë më gjatë, po kanë ardhur të parat, kështu që me të vërtetë një shembull, po, kanë ardhur në pritni. Allah e shpërblet të gjitha. Faleminderit që keni qenë mysafirët e mia për disa emisione me radhë, që jemi mundu me realizu me profesionalizëm në kuadër të Radio Televizionit Pendimi. Faleminderit teologës Rëkije, teologës Gjiljan, Seharës, tashme Andra, se ti ku mbetën këto mysafirët që i kam pas, Sumejas, që e kom pas të emisioni i fëmijëve, edhe jam e kalderu, edhe kështu, gjithave, gjitha dëgjuesit që i kemi të rregullta edhe kanë ardhur mësuesen e me, babën Allah, se kështu shkolla, edhe që e kemi dëgjuese, po unë e kam pas nderin e pas të mysafirë në njërin prej emisioneve tona, edhe me vërtet është begati që e kemi në mesin tonë. Unë lutem gjithmonë që Allah t'i japë shëndet edhe ta kemi gjatë, se na ndihmon me këshillat e saj, me sugjerimet, edhe kështu, gjithmonë e kemi krah nesh. Falënderime për të gjitha, për veçanti për këto adminet që i kemi të grupit. Adelina i përmeni të gjitha, unë po du me falënderu mas shumë të Adelinën, se ka qenë prej fillimit që e kemi bo grupin e motrave krahi imediat. Ka qenë vështirësia ime më e madhe edhe vazhdon me qenë, edhe pse kjo është modeste, s'ka qenë mja përmend, po duhet nga njëherë. Edhe i dhëmë gjithsesi që është një natë admire për rolin më të madhe pas si moderatore tashmë në Radio Televizionit Pendimi, që me vërtet më ka lehtësuar shumë punë, pse ka ardhur. Kështu që jemi bënë një dyshe e mirë, po besoj. Faleminderit Valmirës, që gjithashtu e kemi gjithmonë me ne, me këshillat e saj, me sugjerimet, me kontributin e jashtëzakonshëm. Faleminderit asaj që na çet kafe çdo mëngjes. Kafe turke,
nga diçka do. Ku me ne kemi do të thonë këtu, ku mrijen, po ne flasim kështu. Po, do të thonë që kallojet. Emines, faleminderit, edhe kjo na është kanë gjitë pak më vonë, por gjithsesi ka hyrë shumë shpejt kështu në zemrat tona edhe bashkëpunimin e kemi shumë të afërt tashmë edhe me të. Janë do të thonë vajza që ne kemi dhuratë prej Allahut. Jo veç nënat e tyne, që do të i përshëndetim i falenderu, Allah i shpërbleft për mundin që e kam bo, që ne ka njohë këto vajza, ka shnira. Ju thash në fillim kërkoj falje, se sigurisht kam e pas emocione, se është kjera parë që shemi bashkë edhe i drejtun të të folë. Kështu që, po, tash kom ju arrola, e kemi me besu. Kështu që, veç përse që kemi me qenë gjithmonë kështu bashkuara, edhe unë lyptem, se cilës për jush që vazhdoj tjetë me njëra tjetërën si që keni qenë, e si që jeni tashmë, se shumë për jush njëhen me vite, motrën rejmë ka e kemi këtu, e përshëndes, përzëmërsisht, se da jo është një prej se vikeve që shumë motra e në bashkë sot këtu. Dhe më thonë se cila për jush sigurisht që ka kontributin e vetë të veçantë, edhe djesë që s'mon të përmenë se cilën, po definitivisht për mu, prej se jam në radio dhe e njohë se cila është në atë njërën e vetë, dhe më thonë e ka një vend të kunë, edhe po besoj tek njëra tjetra. Kështu që lutem për bashkëpunim, për bashkim mes motrash, edhe inshallah të kemi sa më shumë takime tilla, kalojmë sa më mirë bashkë, se ju dëgjojmë fjalët e mençura të motrave tona, mësuese të fesë që i kemi, mësueseve me profesion, domethënë edukativ arsimor, edhe psikologeve dhe domethënë ndryshme profesione që i kemi, por edhe mamave tona, tezeve, hallave, do të gjitha që nuk e ka ndoshta një profesion veçantë, por janë ajo shtylla e bazamentit domethënë i çdo familje, i çdo shoqërie. Secila meriton falënderim, meriton mirënjohje, kështu që uroj t'ia dalim sa do pak. Të kemi respekt të ndërsill njëra tjetrën, gjitha për hir të Allahut. Edhe siç tash këto vajzat e mia, vazhdojmë punën, inshallah, në sjell gjëra të bukura në kuadrin të radio televizionit Pendimi, në grup, edhe secila me grupin e saj bën një punë të rregullueshme. Ju uroj sukses të gjithave. Allah ju ruaj që shpërbleft, e inshallah bashkohemi sa më shpesh kështu. Ndoshta pak e zgjata, po më Allah. Faleminderit Adelinës, për ndryshe, këto dyja i kam përkujtuese, kështu si alarm i kam për gjithçka. Nëse harroj diçka, ose Adelina, ose Emilia, Julia e ke këto, Allah shpërbleft, na përkujtoj shumë mirë, falënderoj është dashur në fillim, gjithsesi pasur për ne. Edhe për një aktivitet jashtëzakonshëm që e bëjmë me fëmijët, me motrat, do në trojtë shqiptare, edhe me gjërë. Ajo do të flas pak më vonë, sa do të përfundojmë ne këtë që jemi këtë tavolinë, kështu që inshallah do të kemi rastin me dëgju. E tash për fjalën Imranës, siç tash më herët, se kështu do ta bëjmë pak një kombinim edhe me ilahi, edhe me nga pak fjalime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, motra të dashura, të nderuara të pranishme. Edhe një herë mirë se ardhët në takimin e organizuar nga KTV Pendimi. Ne fillimisht e falenderojmë Allahun që na dha shëndet të plot, na dha jetë dhe njëkohësisht na e bëri rizq takimin e sotëm. Gjithashtu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men la yashkuri nase la yashkuri Allah." Kushdo që nuk falenderon njerëzit, s'ka falendëruar as Allahun. Andaj ne falenderojmë juve për që gjetët mundësi që të vini, njëkohësisht e falenderojmë dhe drejtoreshën e kësaj qendre, që hapi dyert e kësaj qendre për takimin tonë të sotshëm. Motra të dashura, me të vërtetë jemi falendëruese Allahut, nga se e dini që dhe në kohë të verës kemi dhe obligime, njëkohësisht obligimet e tepërta. Shumica prej jush ndoshta jetoni edhe në vend të jashtme e që i keni vitet e numëruara këtu, mirë po që ne i falenderojmë shumë që pavarësisht obligimeve të shumta, gjetët mundësinë dhe erdhët sot këtu.
zgjatë shumë, mirë po përderisa dhe studioj teologjinë islame, desha ta cek një pjesë pra për mezhliset e dhikrit e që sot shpresojmë tek Allahu që kemi marrë shpërblimin po të njëjtë, nga se ky takim i sotëm është një mezhlis i dhikrit. Për mezhliset e dhikrit i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se janë kopshte nga kopshtet e xhenetit nga këtë dynjë. Andaj është ka vlerë të madhe nga se Allahu krenohet para engjëjve të tij, pikërisht me njerëzit që marrin pjesë në këto mezhlise. E lutim Allahun e madhëruar që të jemi prej atyre njerëzve që Allahu krenohet para engjëjve të tij. Njëkohësisht ju dini që kemi hapur mundësinë dhe për kontributin e që ky nuk ka qenë obligativ. Kemi pasur motra që janë lajmëruar qoftë me të holla ose nga ana tjetër kanë sjellë dhe ushqime të përgatitura nga duart e tyre. I falenderojmë të gjitha. Andaj edhe një përfitim për sadakon, nga se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që sadakaja nuk e pakson pasurinë. Kështu është për ne, nga se ajo që kemi në xhepa tonë, ajo që posedojmë ne, në fakt nuk është e jona, ndërsa ajo që japim pikërisht do të mbetet. Nuk do të zgjas më shumë, dhe njëherë falenderoj e gjithë që këtë në peshorën, pra në mizanin e veprave të mira në ditën e gjykimit. Allahu ju ruaj. Po vazhdojmë kështu, edhe me dy adminat e tjera të grupit, me Valmirën, ose edhe me Kumen. Valmira këtu është e privilegjuar prej gjithave, se ka bashkëshortin që po jenë që zonë me kami, dhe mos u befasoni kur del gjirimi veç Valmira aty. E kështu që edhe kemi avokate me profesion, janë thot fjallës në vërtet, andaj Valmir, urdhra të lutem. Assalamu alaikum. Fillimisht du t'ju falenderoj edhe t'ju përshëndes çdo njërin nga ju përzemërsisht. Vërtet jeni gjevahir i papërshkruar çdo njëra, edhe jeni kontribuese në çdo aspekt. Nëse flasim në aspektin shpirtëror, në aspektin e fjalëve, në aspektin e kontributeve dhe çdo gjë tjetër që ne si gra jo rastisht na ka privilegjuar edhe Zoti, andaj edhe ne sot kur qeshëm këtu po e dëshmojmë atë privilegj që na ka dhënë Allahu duke qenë të bashkuara dhe duke i dëshmuar të gjithë të tjerëve se motrat muslimane janë një dhe ato gjithë një kanë qenë, janë dhe do të jenë të bashkuara kur bëhet fjalë për tubimet të cilat i përkasin fjalës së Allahut dhe gjithçka që ka të bëjë në rrugën e Zotit. Unë fillimisht po du ta falenderoj edhe Zonjën Lulljeta, e cila është një moderatore e shkëlqyeshme. Pastaj dua ta falenderoj edhe drejtorin e Radio Televizionit Pendimi, zotri Erzi Hasani, duke përshëndetur edhe stafin, do të thotë cilit japin kontributin e tyre të papërshkrueshëm, do të thotë Zonjën Imrane. Këtë rast nuk do të përshëndes burrin tim shokun se vetëm filluara të gjykimet. Por padyshim edhe ai si moderatori jep kontributin e vet maksimal që ka të bëjë do të thotë në kuadrin e Radio Televizionit Pendimi. Unë këtu nuk jam do të thotë person e cila jam e thirrur që të flas për çështje të cilat i përkasin çështjeve të Islamit. Por unë jam juriste, do të thotë jam doktor i shkencave juridike dhe dua të flas diçka që zakonisht shkenca në kohët e fundit përpiqet me anë të sensibilizimeve dhe avokimeve të ndryshme, do të thotë nëpërmjet mbledhjeve, tubimeve që të kërkojnë të drejtat e grave. Kush më bukur se sa Allahu i ka përshkruar ato në Kur'an? Kush më bukur se sa Zoti i ka përshkruar ato dhe i ka dhënë të drejta asaj? Krahas botës ku jetojmë, krahas gjinis tjetër, pra krahas gjinis mashkullore, dhe ne sot si shkencë ose si ligje toksore vazhdimisht përpiqemi që të ndërthejmë diçka nga shteti ose nga shoqëria ku jetojmë, që të marrim për drejtat e tona, sepse ato shkilen vazhdimisht, ndërsa feja jonë islame aq bukur ka ditë ato t'i gërshetaj dhe t'i kontriboj në jap neve, por ne duhet vetëm t'i përshtatemi dhe të studiojmë dhe t'i marrim ato t'i fusim në praktikë në jetën tonë.
Kështu që, gratë të dashura, jeni ato të cilat do të po e dëshmoni fuqishëm se gratë kanë të drejtat e tyre dhe sot jemi pra këtu për të prezentuar dhe për të dëshmuar ato që ne i kemi vetëm të garantuar nga ligjet e Zotit apo nga ligjet e natyrës, si disa ignorant na thonë ligjet e natyrës kur nuk dojnë ta përmendin fjalën e Allahut. Sidoqoftë, Zoti ai i cili na ka garantuar ato që ne sot po i gëzojmë, faleminderit nga jo, është kënaqësi dhe privilegj shumë i veçantë flas para jush dhe nuk ka gjë më të bukur se sa sot ju shohim kaq të bashkuara dhe secila prej jush keni dhënë kontributet e tyre e juaja në çdo aspekt, qoftë atë financiar, do të thotë material, moral dhe atë do të thotë psiqik që sot jemi në mesin tonë. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet. Nuk dhe t'ja tham hiq, po e kam një dy fjallë, kam një përshëndes, gjitha motra që keni ardhë. E përshëndes prej drejtorit se ajo bon se vetë dhe jemi sa të jemi këtu, po dhe mas drejtorit është motra Renka, që ne ka të bukrej dhe jemi këtu sot. Na që 16 vjetë jemi këtë radi, alhamdulillah, jemi të bu dhe Këpëshme me logo të rëdhë pendimit dhe takimi kemi pas. Për çdo vjetë, edhe së vjetë e në posë vjetë kena ta shiktu përshëndes të moderatorë motën Julli, motën Imrani, të Minet, Adelinën edhe Minën edhe Raminën. Po dhe mësuse në përshëndes e kini alhamdulillah marrë për kësaj në mësime, po dhe këtu edhe po motën Leme, edhe këtu motra të Oljomet marrën shumë, që përshëndes motën Lejane, shumë. Të zënë Valbune, se për ndryshë Valbune e kam edhe tezen, alhamdulillah si ka edhe ti këtu, edhe Allah i shpërblet këtu, të gjitha të Oljomet, motën Orkinja, të Oljomet. Motën së bahate, dhe këtu kom pljato, dhe këtu kam nërë të shëllon dhe la për shkajmi arë për hirë të Allahit, më të bu, për më të aku në më thakë. Veç Allah ju shpërblet për këtë mundi që i këni kom. Me përshëndes të gjitha, gjithë nuk kom. Mirë të nderuara, vazhdojmë edhe për pak, se inshallah me pas tani një pjesë ku veç shukër mohabeti me njëra tjetër. Inshallah kemi me mbërinë më të madhe, edhe pse nuk mjafta me di, o sa do pak. Si që thash, në kuadrë të emisioneve tona, veçanërisht në kuadrë të emisionit afër që e realizoj çdo të 3 ora 20, kam pas në nderin të kem disa prej motrave që janë prezente këtu, që janë profesionet të ndryshme, por kryesisht mësuese të besimit islam. Disa prej tyre sot janë prezente, kështu që me kënaqësi kishim dëgjuar ndonjë fjalë prej tyre. Motra Rukie, Gjejlan, cila dëshironi. Edhe profesor Isha, gjithsesi, gjitha, kush dëshiron, do ta ketë fjalën nga pak. Kështu që kush po fillon, hajde. Valbon, cili mikrofon mundet me përdor, që i noni? Po. Hajtë, përnuaj atëse. është e zoja shpis Valbona, kështu që... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe
desha me ndëru pak pinkon, së unë erdha prej qytetit tim të bukur të Kumanovës, me ndëru këtë me qles ka që të bukur të radio televizionit Pendime. Unë u rrita me radio Pendime dhe inshallah dhe të vazhdojmë tutje. Është knaqësi, i falenderojmë stafin për këtë organizim kaq të bukur. Nuk kam diçka madhore me thonë, veç erdha me i thonë disa fjallë për zemre, me javë për zemrat e juaja, sepse është knaqësi. Jeni mësu neve me na po prapa kamerave ose mas mikrofonave, a mu në çdo herë thamë që rëmët e mija se knaqësi shumë e madhe është, kur i shoh fytyrat e motrave të mija, fytyra që e madhnojnë dhe e falenderojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe pikërisht jemi për këtë sot, erdha me marrën shpërblimin e mexhlisit dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Allah ju rujt, Allah ju nderoft, Allah ju dhash të mira pafund, është kënaqësi e madhe që edhe në qytetin e Kosovës kolonizon Islami kaq bukur dhe furishëm. Është një kënaqësi shumë e madhe sepse neve në Maqedoni kemi një traditë goxha të vjetër dhe jemi rrit në përtubime të tilla. Mirë po prapë është kënaqësi me ardhe me i bërë gjithë të rrugtime. Unë nuk kam diçka speciale me thonën, po veç erdha me ndëru këtë staf, këtë meqles, edhe me jau pa fytyrat e bukura. Allah ju rujt, Allah ju nderoft, Allah ju përdor vetëm për punë të mira. Selam aleikum. Aleikum selam, Allah shpërblet Claudia Xhejlan, që na ka nderuar me pjesëmarrjen tënde, edhe për një bashkëpunim të shkëlqyer që e kemi pas për gjatë emisionit dhe inshallah kemi me vazhdu edhe më tutje. Motra nuk je pak? Hajde pak. One pak full. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faleminderit i takon Allahu xhaleshan, kurse selamat është pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salatu wa selamet. Ne janë bine të familjen atki, ashabë shabine të tabine të gjithë të që të pjesë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin që Allahu xhaleshan. Pagë që ka të qëra një kërëfën Allahu xhaleshan, dhe të jetë një në Allahu xhaleshan së bashkë në gjenetin, që të indeks të të rrashën e të hashën e Allahu xhaleshan, shtu të bashkë, me sinceritet, me lotësi, me përshëndetje, me selamit. Unë ju përshëndes me vërtet për këtë punë që ju të realizohë. Në momentin kër e nisët emisionin, punën e vetë të paralizut, që të ketë këtë urbim, jetë jetë për rutini që në ditë e nasa. Jo, jetë i të që të përdet, për ishte eshtë në jetë ju e eshtë në vetën, pa metën e të kafe pori. Për isa e murën të fjallën të motrat e të gjithë neve të shqishim të arë kështu, i që shmu më ndërndu ora e burit, këtë orë që është, ku ka 24 orë, për subhanallah që shëmë duke gjemati, di që njëni ka njëni si sekunda që vjen e më dushke minuta që shkallojke 60 minuta ore. Ora që shkallojke 24, e të ju përshëndes, ashtu që me dërtet ajo trokitja e sahatit të vizhushma më cëri dhe zemrën time, sepse haditi ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe bashkoni supët, aproni supët edhe mos i leni zbrësira në vetis, mos i leni zbrësirën shejtanit, sepse ato që janë të lënë zbrësirën, Allah që shonë në fund të të jakon për mëshirës e ati, kurse ato që apronë Allah nuk i mëshirot. Në nuk ka në zgatë shumë, porosia e këtij hadit ishte ju, psikologe, gjemati, motra, sansa, profesoresha, teologe, admine, gazetare, mbusheni sicila vendin e vetë në këtë umet me punën, me plot me sinceritet, edhe me dëshirë, me ndihmë në stinë Allahu xhaleshanu, e në stinë Allahu xhaleshanu të na mendim shtu, të japur zemër, edhe me atë selamu që në ka unë Allah të të shamus, edhe me bëtë për në afet, Esselamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Esselamu alaikum. Unë ndjem të përrenderuar që jam këtë pjesë e këtij eventi,
manifestimit që takohen dhe janë bashkë me motra muslimane të devotshme, edhe është një kënaqësi shpirtërore që dhe falënderimi takon Allahut që në fakt më udhëzoi të jem pjesë e këtij grupi dhe gjithashtu të jem së pari një nxënëse e teologes Gjelane dhe pjesë e qendrës Gjeneti dhe natyrisht Mikesha të dashura me teologen Rukie dhe me teologet e tjera që janë këtu tanish me mësuese të qendrës dhe gjithashtu ndjeme nderuar që na ftuat që të jemi pjesë e këtij manifestimi të klubimit të përbashkët për të parë së pari edhe mes veti sepse ndoshta në përmjet rrjeteve sociale apo përmes radios, mendime apo edhe përmes ligjëratave që mbahen online ne njihemi shumë me njëra tjetrën, por nuk jemi parë ndoshta fizikisht dhe nuk jemi takuar fizikisht dhe ky është një rast për të takuar fizikisht me njëra tjetrën dhe për të vazhduar për të thelluar miqësitë tona më të tjera. Allahu i shpërblet të gjithave. Faleminderit profesoresh, mësuesja s'bën para nderu me një fjalë rasti, kështu që të kursym pak, pusho, po hajde. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Së pari takoj falenderimet Allahut Dhul Jalal që na mësoi këtë ditë të bekuar, ka që të pritur padurim. I mbrojsha ditët kur do të vi, që lova këtu, rasisht se nuk jam aqelodër, në vjetë, dhe jam shumë e lumtur, e gëzuar, e privilegjuar, që jam në mesin e juaj. Në veçanti, falenderimet filluan me radhër, unë patjetër që falenderoj gjithave me radhë, nëse haroj dikon, më bëni halal, po mas pari reshbën të sa falenderoj, sa ajo është bazamente e radio pendimit. Bile të ndjerën me gjmedije të ta përmendi, se të dyja bashkën që Zoti ato e më shrosh me gjennet, inshallah, edhe ka biluar kështu hap pas hapi radio televizionit pendimit. Pastaj falenderimi takon edhe drejtorit, Erzi Hasanit, falenderim të posaçëm, që e ka një staf të mrekullueshëm, edhe që me dignitet edhe me harmoni, me konsultime që i bëjnë së bashku pjesëtarët e stafit të tij, e arrin suksese me vërtet në majat e sukseseve janë. Do me thanë harmonia, konsultimi, që është edhe bazamenti islam, që duhet këshillohemi, e këta e kanë arritur këtë dhe na prezentojnë me emisione dinjitoze, sublime, që na mahnitin me vërtet me aftësitë të tyre, ide kreative, me kthjellësinë e mendimit, me gjitha komplet. Edhe unë jam prej vitit 2010, dëgjuese e rregullt e radio televizionit pendimit, dhe në fund të vitit gjithmonë drejtori thoshte, për shembull prejve dëgjuesve, çka keni për të shtuar? Edhe unë atëherë di shumë mirë, nuk është për lavdat, ne kam thënë një moderatore duhet, se pjesëtarët e radio televizionit pendimit ishin më shumë gjini semrore. Dhe një emision për fëmijë, thosha na mungon. Por deshi Zoti edhe e zgjodhëm Luljet Maspari, që është një gazetare të Maspari profesionaliste, edhe ka tonin edhe gjuhën e flet shumë pastër me emisionet e saja produktive, edhe unë kam marrë pjesë në intervistën e saj, edhe jam shumë e lumtur. Pastaj me rati filloj adminet, Imranen, punën që i kam këtu afër, edhe adminen e kemi Adelinën, edhe Eminen, këtu që i kam më afër, krejt, dua t'i përshëndes edhe t'i përgëzoj, edhe i dëshiroj suksese, gëzime në jetën e tyre. Pastaj aba zemër që i themi neve, se batën e kam shumë për zemër. Pastaj Elhemin e kam këtu e shoqe, mandi këtu Ajtenen që i kam Struganen, edhe ajo është shumë e afërt. Teologen Gjelane, që ligjëratat e saj janë shumë të frytëdhënëse, edhe kam pas rastin në Struk të takoj, shumë ka lanë përshtypje, edhe motrën teologen e dashur Rukien, që është shumë aktive tash në radio televizionit pendimit, që po jep kontribut
të mahnitshëm, me të vërtet me këshillat e saj, e gjitha motrat që më dukeni të lumtura, edhe me fytyra të buzëqeshura, domethënë dashuria për Allah kur është me të vërtet dashuri sinqert, edhe gjithmonë është e begatshme. Dëshiroj kështu që të jemi gjithmonë të bashkuara, të lumtura, por do të them edhe amanetin që ma ka dhënë teologja Hyrie, që nuk është prezente sot, po më ka thënë të përshëndes juve gjitha dhe stafin edhe motrat e nderuara, që nuk ishte mundësi të asistonte sot këtu, por përshëndetjet e saj, selamet e saj, po i përcjelli unë. Ju dëshiroj gjithmonë suksese dhe të jemi edhe në xhenetin Firdeus kështu së bashku. Faleminderit për dëgjimin edhe që ma dhatë mundësinë, hapësinë që të marr pjesë. Gjithë të mirë. Faleminderit mësueses, Allah e shpërbleft, me një energji t'jashtëzakonshme, inshallah e mbri moshën e saj, sa vjeç që ishe mësuese? A nuk i numëron, po, edhe s'tregon. Duket 50 kështu. Po, prandaj po them që nuk është një pyetje numri 76 vite, do me thonë me marrë shembull gjitha ne këtu që jemi, që që elhamdulillah që e kemi mesin tonë, një shembull kështu. Inshallah. Motrarim, a dëshiron pak me marrë fjallën? Motra se bahat? Mirë, pra, unë kisha dashur me këtu Valbona nëse ka mundësi, pak, se kemi pas njerën me mysafireve edhe gjithashtu do të thënë drejtuese e STEM Akademi, në cila ndodhet në këtë objekt. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke falenderuar Allahun, duke dërguar paqe me selam e mbi të dërguar në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasfon dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, elusim Allahun që jemi edhe ne prej tyre. Sot dy emocione të përbashkëta, e para si musafire e radiopërndimit dhe një bashkëpunëtore, që dua të shpreh falënderim të veçantë për bashkëpunimin që kemi me Radio Këndimin, që për vite me radhë thjesht sponsoron aktivitetet e mia në rastin e ditës botërore të mbulesës. Ka qenë e pari medium që na ka mbështetur dhe vazhdon të mbështes, dhe ne ja kemi bërë Radio Këndimit që t'ja kthejmë sado pak në këtë formë. Dyert i ka gjithmonë të hapura tek ne. Elhamdulillah, kjo salla mendoj që na mbulon pak a shumë, na jep një mundësi që me qenë bashkë. Edhe nuk po flas si një koqire sepse unë nuk jam thjesht një koqirja këtij rreti, ne jemi bashkë në rrugtim dhe bar Zoti që në këtë rrugtim edhe të përfundojmë bashkë deri në takimin tonë të prehershëm në xhenetin e lartë. E falenderoj gjitha moderatorët, gjithë juve motra të nderuara që keni ardhur nga anë të ndryshme nga Kosova, Maqedonia. Vërtet, ndoshta nuk njihemi fytyrë për fytyrë, por që Islami na ka bërë motra dhe është privilegj për gjitha ne. Allah ju shpërblet dhe Allah ju dhar suksese Radio Televizorit Këndimi gjithmonë dhe dhar Zoti që haj zëri i tij kudo në trojet tona dhe më larg. Faleminderit. Po, pa tjetër, me knaqësi, jo, mundemi me dëgjue dhe poezi. Kështu, ne pak e kemi përgatit një plan, pak do të shkojmë kështu spontan edhe besoj bëhet një kombinim i bukur. Kështu që urdra. Faleminderit Valbona, Allah të shpërblet. Motra me Bryze Asani e ka thurur një poezi shumë emocionale edhe shumë domethënëse, ajo ka prirje është talente për me shkrujt edhe gjithmonë më nderon mua që unë t'ja lexoj. Faleminderit motra me Bryze. Bismillah. Radio Televizioni Pendimi, radio e bekuar, ti e bo se bet na jemi bashkuar. Ne me shumë gëzim këtë ditë e kemi prit, që t'jemi bashk me zemër e me shpirt. Edhe pse jemi larg, na ndajnë kufi e dete, ne jemi të bashkuara gjithë një në këtë jetë.
disa në Kosovë e disa në Mërgim, gjitha të bashkuara për të njëjtën qëllim. Nuk na ndan largësia as koha që kalon, sepse dashuria për Allah na bashkon. Në lutje së bashku, me shpresë ne jetojmë, me zemër të pastër Allahun e madhërojmë. Si yjet në qiell, të gjitha një qëllim, kur njëra gëzohet, të gjitha kemi gëzim. Kur tjetra sprovohet, të gjitha kemi pikëllim. Ne motrat e grupit duhemi për Allah, e duam njëra tjetrën, e kemi gjithë për krah. Kur kam hyrë në grup, duhemi për Allah, motra rejmë këm kam su, Kuran me lexu, e falenderoj me zemër e me shpirt, inshallah, Allahu ka me shpërbly. 2 moderatoret e radio televizionit Pendimit, ato janë 2 zemra shpresa të gëzimit, oj motra Lule, sa mirë moderon, si lulja pranver zemrat na i freskon. Dhe motra Imrane shumë na respekton, gjithë motrat e dojna edhe kjo na don. Edhe motrën Kume, po e falenderoj çdo ditë, na qet kafe e na respekton, se është shumë e zonja e hiç nuk priton. Oj motrat e mia, të gjitha ju tua, inshallah ma shpesh kemi mu taku me shpresën më të madhe të xhenet mu bashku. Amin. Deshta me kërku falje se motrën Valpona rova parës me përshëndet, me të vërtet këtë ambient kaq të pastër, kaq të barë, kaq të mrekullueshëm që na e ka mësuar, edhe është një zonjë e nderuar që me të vërtet për mbulesën çdo herë me një shkurt na bashkon. Edhe moderatorin Avniun e harrova me përshëndetje, është edhe kamerman, sot në rolin e kamermanit, e i dëshiroj suksese edhe jetë të gjatë e të lumtur. Faleminderit. Faleminderit mësuese për këtë lexim të rregullueshëm. Në radio, është që është kënaqësi gjithmonë me bashkëbisedu me te, me motrën nga Skënderaj, që e ka një humor të jashtëzakonshëm, e që po më duket po përkëtar me fol, por në kisha pas dëshirë shumë me e dëgju. Apo na flet pak? Hajde një fjallë, hajde. Se gjithsesi për gjitha motrat respekt veçantë siç e thash, po këto dëgjueset janë fryma e këtij radio televizionit Pendimi, kështu që janë gjithmonë me ne edhe gjithsesi e kanë respektin edhe vendin e tyre. Për stafin komplet, ju përshëndes, e përshëndes edhe grupin të Allah që vjen që sa vite me radio Pendime. Unë falem. Shumë faleminderit që keni marrë pjesë në ata punkte për vjetë Allahut. Përshëndes shëfatu, aminia, moderatorët, të gjitha, që në prezent. Salam aleikum. Po të flashën e. Kjo motra nga Skënderaj, trimëresha e grupit është. Allah është përpjekt. Kështu me ndojmë ju po, gjitha të veçanta, se cilës kisha pas dëshirë me japë fjallën, po na shvaret nëse dëshirani me folë se ju. Motra Rejana, po fletin pak, hajde. Se kjo pritone në ati në radio, ama ka qka me folë. Për ndryshe Rejani ka arë në dronë prej rrugës, prej Austrisë, nuk e dhja ka pushu një ora 2 edhe ka arë në take. Faleminderit të gjitha juve që me knaqësi shumë nga zakashme. Një vitën shumë të viti që jam në vitin e ju. Unë jam Rejhani, jam për Mitrolicës, po për Rejhani në Austri. Jam në 3 fëmijë, që kam njërën pak me sprov, hajnë inshallah. Edhe sot kom marrë të me një qef shumë të madhë, unë kam të gjithave sezonin nga kom di, dëgjuse radios jam prej dështë 15 vite, nuk e di sakt, po jam dëgjuse shumë e regullt, kur ka qenë vetëm në Prizren, Prishtin s'ka pas atë. Unë e si Rejhan, pak insan i thjesht, ama shumë knaqë shumë dhe kam që ka marrë të juve,
Edhe po mirë mi kam ambicione shumë se ndime full këtë ashtoj, la fazone më sa dusha ma. Ama që ta ljurja për pëtë para dikujna pak shtirë, jo pak po shumë qika. Shumë bota të shqyqe po shtë të përzgjove dhe kume, edhe më të rënermen, edhe të si ta ljube, disoj një me emë, disoj në tinja, po ju mu sigurisht në kominë të shtë asme emë, asme se shumë rrallë të rrasë në telefon, njëherë po një rekurë për këto këtë ku, po në shola ishtë kanë si me të radio, edhe dhe të mundohë me të mirë dhe imranë në dit, edhe kështë që mund të rrallë për të gjitha, a i koreanash, po mjenë shumë mirë që ju kom njëftu, edhe në dikur kam që mësuse Kuranit në vitin 2001 deri në 2006, në një qendër të Arate, që e ka posë një zyre në Mitrovic, edhe kështë që njërë për nëzansëve kam të fatë më kirem edhe ajo, edhe për natën time, a për radio pendimin që ja kom fillu me dëgju, e fajnë dhe vërë mund të rëndime për Ivanit se ajo e dëgjën edhe për amije. Alo është shërbim? Po. Ajo da imrut shumë rrallën, da imruna pak ma shpesh, ajo nuk është tipsione që të pak. E hapën, e Allahu do dashtë të gjitha të mirat, edhe në këtë dynja, inshallah takohemi në ahiret, në gjennetit të mëna shërgjërësjarë për jalimi. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E amis atje, më fëtë gjyda ju. Unë e arrova për zëtë se pas avokatës unë zdi me fëllë. Në hu për krejtë, se dhe t'ja mofra për me fëllë di me fëllë shumë, për arrova linje më Allah të përshëndet. Se kemi për në misjanë dhe radiatorë dhe më hanë, të thonë në gjesë dhe imranë. Allah e shpërblet për përshëndet shumë armi, më Allah të shërrova. Të këtë në radës të harrajtur aty, që sot të më s'pat ta falë, më s'përvëstanë, më dita shumë e përshë. Pasën e ti? Më sa avokatës bukë ishtë të me. Që si ju përshëndes, Allah e shpërblet. Mirë, pra, po më duhet ka ardhur dhe beharja, që kam pas njërën prej mysafireve, bashkë me Sumeja, edhe kisha pas pak dëshirë me në dëgju, a dëshira me folë, a jo, jetë u Mirë, ka folë beharja në mision e kam pas para disa djavëve, në një bashkëselim për edukimin, sfidat e edukimit fëmijëve me nevojë të veçanta. Edhe atë Allahu e ka begatuar me një vajzë shumë mirë, Sumeja. Edhe do të thonë kemi folë për këtë pjesë. Kisha pas që gjitha në mujtë me dëgju edhe njëherë. Inshallah kemi me i përsërit tash për gjatë muajit gusht. Se vetë vërtet ka qenë një emision me shumë lera, me shumë informacion. Se na gjithmonë i përmendim kategorinë e personave me nevoja të veçanta, po shumë rrallë flasim për prindrit e tyre, kujdestarët e tyre, se sa nevojë ka që edhe ata me pas jetë normale, sikur se gjithë tjerët. Kështu që beharja i lumt për forcën, për vullnetin, edhe inshallah ka me vazhdim tutje, e bë punë të mira. Jo veç për veti, po edhe për prindët e tjerë. Edhe Sumejen e përshëndes shumë, sigurisht do ta përqafoj tash pas këtyre fjalimeve. Edhe nuk e di nëse di të shprehu për tjetër dëshira me marrë fjallën. Alena, në ka ardhë Alena, psikologja, pak dy fjallë, hajde. Edhe Alena është një prej dëgjuesve tona të rregullta, po ashtu e kam pas mysafire në disa prej emisioneve, është e rejnë moshë, po me të vërtet profesioniste, kështu që ja vlen pak me dëgju. Vjen mirë që po ju shoh gjithve dhe ndina e privilegjuar që jam bashkë me juve. Sa i përket radiopendimit, si fëmijë kam dëgju shumë, edhe ka qenë një prej bazave që si fëmijë kam dëgju edhe kam marrë shumë mësime të mira, për shkak se në atë kohë nuk është se ka qenë shumë pjesa e ligjëratave online ose kështu, edhe ka qenë një radio ku e kam dëgjuar me shumë dëshirë edhe e kam mallëngjim edhe shumë kënaqësi të madhe që sot jam bashkë me juve, bashkë me pjesën e stafit radiopendimit. Allah ju shpërblet për kontributin edhe për punën e palotshme dhe pantashme që e bojnë.
diçka tjetër nuk du me shtu, thjesht një falënderim të veçantë e uroj që çdo emision dhe çdo takim që bëhet tjetë veprat e mira tyre e i gjirëshe në ahiret. Allah shpërblet. Amin, Allah shpërblet Alina, edhe kjo ka preferisoj pak. Nuk është edhe rrugë e shkurtë. Ndërkohë, si që thash, në mesin e mysafireve që i kam pas në emisione, e kemi këtu edhe një vajzë të re, goxha 3 mosh, Sumean, edhe ajnë versionen, kemi do në disa vajza këtu, që i përshëndes, që disa prej tyre na telefonojnë kështu si dëgjuese, e Sumean e kam pas mysafire si një autore e re, që kishte botuar disa libra në duket. Kështu që ajo të nderoj me një poezi që e ka shkruar për vetë, prandaj e jetojmë. Jam Shakadona, unë jam nga Shqipërisë, jam jehona Algjerisë, jam pushtimi i historisë, jam bekimi i disisë. Jam shkrimi që nuk qohet, jam shpresa që nuk ndohet, jam fjalla që s'harrohet, jam kënga që gjithmonë këndohet. Jam krim dhe tokës që nuk e gjumizua, jam zëri fëmijës që s'u friksua, jam thirrja që ushton një çdo kur, jam pushka që mboti këtë flamur. Në prizem pe i Gjakove Mitrovic, unë jam azër që s'pranova drejtësinë. Jam Dardania që ranë e lulëzon në çdo zemër shqiptare që di që të fiton. Faleminderit Sumejas, Allah është mirë, tash derisa ta bëm gati Imrania, unë po e përmbylli pak me pjesën e fjalimeve. Apo, dëshira dikush me folë? Hajde Sumeja, ose Ruvejda, po. Hajde se këtyre vajzave të reja veç na kërkojnë me folë. Gjithçysh ju japim fjalën. Selam alaikum për të gjitha motrat. Ndoshta Allah ju ka mirë secilave. Si fillim e falenderoj motrën Adelina, cila u bë shkaktare që unë e njoh secilin për juve këtë grup të televizionit Rrëtëve Pendime. Pastaj e falenderoj mësuesën time Adelinën, mësuesën time Eminën edhe Imranën, cilat më kanë mësuar për vite. Falenderoj edhe motrën Lule, cila gjithmonë ka japur një dashuri të madhe si nënës tam. Po ashtu edhe motrën Kume, cilën e kam edhe të fshatit, edhe e kam si motër. Po ashtu, gjatë këtyre ditëve e pata shënu një poezi, cilën e kam pas në fshat. Poezia fillon kështu: për Rrëtëve Pendimin. Në volet tuaja gjysha në ditë, që zgjon zemrat në besim e udhëtësi. Radio Televizioni Pendimi, zë i së vërtetës, udhë bukur të drejtësisë. Me fjallë të ënda e plot sinqeritet, çdo emision sjell shpresë. Thirrni njerëzit drejt së mirës me respekt dhe butësi e amanet. Motor Lulja flet me një buzëqeshje e qetësi. Po ashtu Imrania sjell urtësi në çdo takim. Zëri i tyre ngroh çdo zemër duke përhapur paqe e besim. Motra Emine me fjallë të mençura, Adelina me zemër plotërik. Po ashtu, Kunja me përkushtim dhe dashuri, zbukurojnë ekranin çdo ditë. Allah ju dhënë bereqet në punë, e ju ruajnë në çdo hap dhe çdo rrugëtim tuaj. Qof ky televizion gjithmonë dritë për secilin nga ne, që udhëton zemrat drejt pendimit. Allah ju shpërblet e shihemi tjera dhe tjera si të takim. Faleminderit Ruvejda, Allah shpërblet. Sumeja, po më duket dëshiron me folë, Behare, apo? Sumeja? Poezi dëshiron me na thonë. Hajde Sumeja. Hajde se kemi prit me pa durime t'ju këtu. Aleikum selam. Unë jam Sumeja, tash me manjini, zërë masoj, si që pa mashini, kërmëzumi i tra, që s'ka penguj, të masoj e të gjuaj, yq me ambajtë, asi e më s'ma qyka, mund t'i një birë për mua,
me pa dashuri, me thuaj të dua, si më drëmi së smundje, o veçanti, e që jeta ime, që e në të ri. Allah shpërblim Sumeja nga kënaqe, për asë s'kemi bërë do akrukitje veç për Sumejan. E ka meritu, edhe kështu e ka përmbyll këtë pjesën e pianimeve, mënyrën më të mirëmundshme. Allah e shpërblim. E inshallah kemi pas rast edhe hera tjera me e dëgju, po edhe me i pa punimet e saj, që janë shumë të veçanta, i bëjnë s'pa shumë me beharën. Me vërtet Glendja hedhi një sy edhe në faqen e saj në Instagram, e pse ju edhe për ose një diçka si dekor për shtëpitë tuaja, për ambientet tuaja. Kështu pra, me pjesën e të folurit po e përmbyllim, tash i lëm fjalën këngës, e falenderojmë Amnion, kolegun tonë të Radio Televizionit Pendimi, që zakonisht është në rolin e moderatorit, po jashtë kësaj radhe ishte kameraman. Në fakt, elhamdulillah, është, edhe në pjesën e montajës edhe çdo kënd është krah i djathtë, kështu që në vërtet begati që e kemi në mesin tonë. Allah shpërblet.